Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Lushnjë Fier. Një motomjet ka përplasur një këmbësor ku të dy drejtuesi i mjetit dhe këmbësori mbetën të plagosur duke u dërguar në spital për ndihmën e nevojshme mjekësore. Mësohet se 77 vjeçari Hakim Maledhi nuk I ka mbijetuar dot plagëve të marra nga përplasja dhe ka ndëruar jetë në spital. Informacion para prag. Në aksi rrugor Lushnjë Fier, motomjeti me drejtues shtetasi NH 57 vjeç, banues në Pir, ka përplasur këmbësorin shtetasin HM 77 vjeç, banues në Rapës. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi I motomjetit dhe këmbësori janë dëmtuar dhe ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.